Kjo mbrëmje nuk kishte se si të zbukurohej më shumë se kaq. Moderatorja bukuroshe Chiara Tito sapo ka mahnitur të gjithë njerëzit me pamjet e adhurueshme që ka ndarë në profilin e saj Instagram, ku shfaqet me dikteje të rëndësishëm të jetës së saj përpara nisjes së shfaqjes pas skenës. Dashuria dhe mbështetja janë dy element kyç në çdo marrëdhënie dhe çifti i dashur Chiara dhe Luis Eili vazhdojnë ta tregojnë këtë në çdo moment. Mbrëmjen e sotme, pak para fillimit të spektaklit të njohur të humorit Portokalli, Chiara siç duket ka patur një surprizë të veçantë nga bashkëshorti i saj i mrekullueshëm. Në postimin e saj, ajo ka ndarë dy foto të realizuara në prapaskenat e Portokallis, ku shfaqet e veshur me një fustan të kuq elegant, me detaje të bukura mjaft bukur dhe në mënyrë teje tërheqëse duke transmetuar shkëlqim dhe hijeshi. Krah saj qëndron Luisi, i veshur me të zeza, duke e përqafuar dhe duke e parë me shumë dashuri. Në njërin nga fotot shkodrani i zemrës shfaqet i buzëqeshur teksa mban mbështetur në krahët e tij partneren e bukur Chiara Tito. Moderatorja e dashur e shoqëroi postimin e saj me një përshkrim të shkurtër, por domethënës që thotë: "Lëviz për të parë kush erdhi për të më vizituar pas skenës" dhe në fund e mbyll me një zemër të kuqe. Ky moment i ëmbël ka bërë që ndjekësit e çiftit të shpërthejnë me komente pozitive, duke i përgëzuar për mbështetjen dhe dashurinë që tregojnë për njëri tjetrin. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të bukura kundrejt tyre, ku shprehen se këto pamjet ua kanë ëmbëlsuar mbrëmjen dhe u kanë përcjell pafund dashuri dhe ëmbëlsi. Qindra mijëra komente dhe mesazhe kanë pushtuar profilin e saj me fjalë teje të bukura dhe pozitive që sigurisht nuk kanë se si të mos vijnë re edhe nga çifti. Dashuria e tyre është gjithmonë frymëzuese dhe shumë e bukur. Ata gjithmonë dinë se si të përcjellin ndjesi të bukura dhe teje të veçanta që kushdo do donte t'i ndjente. Me siguri për Chiarën ajo surprizë e fenomenit shkodran që i shkoi para shfaqjes ka qenë një hap mbështetës dhe inkurajues që gjithmonë do i duhet nga ana e tij. Të gjithë nuk po hezitojnë të komentojnë mënyrën se si fenomeni shkodran arrin të shprehë mbështetjen ndaj partneres së tij bukuroshe.